Mbante peng dhe dhunonte partneren italiane, arrestohet 27 vjeçari në Fier me precedent të mëparshëm penal. Fier finalizohet operacioni i koduar Fast Reaction, operacioni rezultati i bashkëpunimit shumë të ngushtë nëpërmjet policisë së Fierit, drejtorisë së forcës së posaçme operacionale në departamentin e policisë kriminale dhe zyrës së ekspertit të sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë. Si rezultat i ndërhyrjes së menjëhershme policore, arrestohet 27 vjeçari që dhunoi bashkëjetuesen italiane në banesën e tij në Cakran, ku e mbante prej disa ditësh pa dëshirën e saj. Autori me precedent kriminal për dhunë në familje dhe për vjedhje u kap në tentativë për t'u larguar me automjet të marrë me qira. Pas njoftimit të zyrës së ekspertit të sigurisë pranë ambasadës italiane në Tiranë, dhënë departamentit të policisë kriminale se një shtetase italiane mbahej pa dëshirë në një banesë në fshatin Cakran nga bashkëjetuesi i saj, i cili dhe e dhunonte. Shërbimet e forcës posaçme shqiponja të drejtorisë vendore të policisë Fier, të mbështetura nga shërbimet e drejtorisë së forcës së posaçme operacionale dhe të koordinuar nga strukturat përfaqësuese të Italisë për sigurinë në Shqipëri, kanë organizuar punën dhe janë nisur menjëherë në drejtim të zonës së sinjalizuar. Si rezultat i veprimeve të shpejta dhe profesionale policore të realizuara në kuadër të operacionit Fast Reaction, u kap në tentativë për t'u larguar nga banesa me një automjet të marrë me qira. Autori dyshuar i këtij rasti shtetasi AI, 27 vjeç. Shtetësia italiane u dorëzua autoriteteve të konsullatës italisë në Shqipëri dhe është në gjendje të mirë shëndetësore.